E tash, si që të seka, unë dola të Orbri Zenuni, cili e ka projektu Muzeun e Masakrës, ka qenë edhe kuvend komunal në Ovec. Smami herë ka qenë kandidat për deputet. Projektim, ndërtim, mbikëqyrje, arkitekturë. Më thonë vendin Peshini, në rrugën Muhamet Malsori. Përshëndetje Arbër Zenuni. Urime, përshëndetje Shushini. Klienta, urime e inshallah të shkon borë e sukses e zyrja. Qyshetëseka Orbri e ka projektu muzeun e fshatit Krushë Madhe, tash e gjenim këtë zyre, s'ma mirë ka qenë kandidat, ka punu në kuvend komunal. Orbër, inshallah të shkon borë me herë. Faleminderit shumë në Adoroko. Çka ofron ti te klientët? Studia e arkitekturës me emrin Ardor ofron projektim të shtëpive, banesa, mbikëqyrje, ndërtim, realizim deri me Çelsa Ndor. Ti do më thonë atë Said Dorokut shtëpi që kanë marrua ata, ti ki po? Një ndër projektet e para. Një ndër projektet. Dyrën Krushë të Madhe, besoj që do t'i shërbej komuniteti. Tu kushtin lokal për me shku në barë. Universitari. Kjo Arbri çfarë punimi është? Kjo është punimi i diplomës. Punimi i diplomës, po. Diplomës master në Fakultetin Politeknik të Tiranës, kampus universitar. Kampus universitar, a? Po, në Gjakov. Gjakov. E kam pas punim diplomës, tema ka qenë domethënë kampus universitar i Universitetit të Gjakovës. Krushë për shembull, çka ta kish marrë mendje çfarë projekti të madh muj me bë? Në Isan për komunitet. Pe marrëm shembull në hapësinë që është e lirë. Hapësinë diçka që kishte me dalë interesant është pjesa e ledinave sipër. Aty kish pas nevojë me po një projekt multifunksional, një master plan, edhe që kishim në shërbim komunitetit. Dhe me thani shumë të Orbrit se isha në varrim në Rogov, në varrim të Lendës, që zajka e Gjevdet Dorokut, djallit Togjës, Bazës Shoq, motra Sadrijës. E pastaj më thjeri në ziri për makinë që kur kanë hapë autolorjen. Pa në Orbri, tek tash për shkoj pak të nona. Ju përshëndes pjollo me pak pamjen nga Krusha. Tyt. Ripi për Vjeshlon, kështë smet neset e agroni.